Një ngjarje e rëndë është regjistruar pak pas mesnatës në zonën e qetë në fshatin Halilaj në Fushkruj, ku të shtëna me armë janë përfshirë në një lokal dhe hotel ndodhur mbi të në pronësi të shtetasit Monti Voga. Autorët pa identifikuar deri më tani kanë qelluar disa herë në drejtim të godinës duke shkaktuar panik në zonë, por fatmirësisht pa të lënduar. Në momentin e atentatit në hotel nuk ishte pushues apo turist. Dëmet janë kryesisht materiale dhe plumbat e dukshëm në fasadën e jashtme dhe deri në brendësi të lokalit, ku disa prej tyre kanë deportuar deri në banak. Sipas hetimeve paraprake, autorët dyshohet se kanë dalë nga një zonë pyjore pranë lokalit, ndërsa kanë mbajtur kapuç për të fshehur identitetin. Ata janë larguar fillimisht në këmbë, ndërsa dyshohet se mund të jenë ndihmuar nga bashkëpunëtor me automjet. Grupi hetimor ka nisur analizën e kamerave të sigurisë në bizneset pranë zonës për të mundsuar identifikimin e autorëve. Monti Voga është marrë në pyetje nga hetuesit, por nuk ka dhënë asnjë detaj apo dyshime mbi ndonjë person të mundshëm të përfshirë në sulm. Autoritetet nuk përjashtojnë asnjë mundësi dhe pistë hetimi për përfshirje dhe konflikte të shumta të mëparshme të Vogës, përfshirë edhe çështje pronësie. Emri i Vogës është i njohur për drejtësi. Në vitin 2020 ai u arrestua nga policia rrugore në Tiranë pasi qarkullonte me një makinë të blinduar dhe me fenelina policie. Gjithashtu, në vitin 2018 ai u përfshi në një ngjarje tjetër në Durrës, ku pa ditë nga avokati Ilia për dhunë fizike. Voga është përmendur edhe si ish shoferi i prokurorit të njohur Arjan Doja. Kujtojmë se Doja ishte viktimë e një atentati në vitin 2019, ngjarje ku mbeti i vrarë shoferi Andi Maloku, ndërsa vetë Doja dhe miku i Aleksander Lahos u plagosën. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, Doja u rikthye në skenën politike si kandidat i Partisë Demokratike në qarkun e Durrësit dhe fitoi mandatin si deputet në Kuvendin e Ri. Ngjarja e ndodhur rihap plagët e së shkuarës së errët të një zinxhiri personazhesh me lidhje në botën e errët të drejtësisë politike dhe krimit. Hetimet vijojnë me intensitet.